Viti 2025 vlerësohet nga Kadastra e Shkodrës si një ndër më rezultativët sa i takon emëtimit të vendimeve të legalizimit në gjithë territorin e qarkut. Sipas drejtueses së Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Shkodër, Eglantina Froku, vetëm gjatë muajit tetor janë dhënë 212 vendime legalizimi. Deri më sot nga DVSH Shkodër janë emetuar 14.000 vendime legalizimi, nga këto kryesisht vetëm për vitin 2025 dhe deri më sot ne kemi 1200 vendime të dhëna. Qyteti Shkodrës renditet i pari në dhënjet në objekteve pa titull pronësie dhe oboreve në përdorim, duke qenë se numri i lartë i aplikimeve ka rezultuar në proces shqyrtimi dhe kështu ne kemi finalizuar me vendimarrje pozitive për të gjithë qytetarët që kanë aplikuar deri më sot. Sa i përket ankesave të qytetarëve për vonesa në proces, Froku thekson se në shumicën e rasteve ato vijnë si pasojë mangësive në dokumentacionin e paraqitur nga aplikuesit. Një shprehje thotë që sistemi nuk njeh mik. Çka do të thotë që çdo qytetar i cili aplikon dhe dokumentacioni është i plotë i dhënies së titujve të pronësisë dhe i materialit artografik plan vendosjes së pasurisë, patjetër që finalizohet me emetimin e certifikatës së pronësisë dhe akteve të tjera kadastrale. Për hir të së vërtetës, jo çdo aplikim do të përkthehet në një certifikat pronësie, pasi procesi ka dhe vështirësitë e veta dhe shqyrtimin administrativ të tij. Sipas drejtueses së Kadastrës së Shkodrës, rritja e efikasitetit të punës dhe emëtimi sa më i shpejt i vendimeve të legalizimit mbetet një ndër prioritetet kryesore të institucionit me synim për të arritur afatin ligjor të mbylljes së procesit në dhjetorin e 2028-s.